Varësia e një sportistit që është dhe rruga për kulmin me arrit atë për kampionin botror. Këtë posti e ka pasur Elvir Moriqi në vitin 2007 me nënë të shorë për në kuzve të në Kosovë. Ajo është fati i këtyre managerëve të cilët nuk mund të shëllojnë një mes të tillë në Kosovë. Duhet mjetë të mëdha. Të mëdha është. Ja, kërkon gjithmonë teksusi, me pastaj edhe kroshen nga ato aksione e Moriqi. Me njerë bje gardi mbyllur kur goditin në teksus. Ashtu është edhe strategjia ti që të dëmtoj kundërshtarin gjatë, pra një djathë për vendit të cilën nuk e tregoj kundërshtarin, vetëm një direkt i djathë, apo një kroshe. Me rëndësi që është e goditi kundërshtarin, edhe mjaft fort. Apërkati i majtë është shumë i sukseshëm deri më tani. Zëherë sa gjumë me apërkatin e majtë e godit. Ja është lodhur tani Garashenko, pritet ja Teshit stafos në kurt Elvir Moriqin. Ka përvoj me vetë Garashenko, 35 vjeçar, 27 minuta në boksin profesionist. Po, Elvir Moriqi është për një klasë më cilësor si sa Garashenko. Ja. Eksplodan tani Elvir Moriqi, përfundoi